Hoxh, kur flasmi, hoxhallar, kur flasim për betejat, për luftrat që i ka përjetu umeti musliman, shpesh kemi akuza ja këto vetëm për luftra flasin. Gjë që është vërtet se pa qenë lufta, ne sot do të ishmi nën... E para, ata janë, domethënë, janë jo të sinqertë në këtë akuzë që e bëjnë. E dyta, nuk janë, do të dëshmojnë se kanë ignorancë, jo vetëm për të kaluar, por edhe sotin. Po edhe sot ndodhin luftat të mëdha, pe perandorive të mëdha, pe pushtetive të mëdha. Sot, për shembull, megjithëse ata që flasin për historinë islame me këtë gjuhë të përbuzjes dhe nënçmimin se ja, ju muslimanë veç për lufta fletni, megjithëse na flasin për histori. Po. Edhe historisë mund ta shbësh, ajo ka ndodhur. Mirë po, edhe në kalumen, edhe sot, fuqitë e mëdha që kanë agjenda të përhapjes së doktrinave, ideologjive, qytetërimit dhe civilizimit të vetë, edhe ata sot me luftë për një gjatë tillë. Ani pse sot, për shembull, tentohet me tregu se për shembull kultura e demokracisë edhe lirisë e barazisë përhapet domethënë me bindje. Shumicën e vendeve është përhap domethënë jashta korpusit perëndimor, përhapet me ushtri, me luftë. Edhe sot do thotë luftat më të mëdha mes civilizimeve dhe qytetërimeve vonë përmes luftave. Normalisht lufta i ka nivelet e veta, është e niveli politik, është niveli ekonomik, po në fund është edhe ushtarak. Edhe jo rastësisht të gjitha shtetet e mëdha në botë, forcën e vetë e tregojnë nëpërmes numrit të ushtarëve që i kanë të aktivizuar në ushtritë e veta dhe armatimit që kanë. Këtë është nëse s'është atë pse bota ai ushtri e madhe, pse bota e armatim, nëse është mohabeti i përgatitjes për luftë. Kjo është për sot, e të kalumen edhe nuk, jo vetëm kjo për shembull, nuk janë sinqert për atë doja thoj, se gjithë filmet për shembull që përshkruajnë perandorinë romake, janë me perandorët kanë qenë të parë që kanë marrë pjesë në betejat e ndryshme, me legjionet e tyre ushtarake. Edhe qoftë perandoritë e lindjes, qoftë perandoritë e perëndimit, të gjitha ato kanë qenë të përcaktuara në fitoret e veta nga ushtria dhe betejat e shumta që kanë pasur. Edhe mbretëria, do thotë, e Anglisë, edhe mbretëria e Francës, edhe do thotë perandoria gjermane, edhe austro-hungareze, këtë ato forcën e vetë e kanë treguar nëpërmes ushtrive të mëdha dhe të forta që kanë pasur dhe luftës që kanë bërë me kundërshtarët e vetë për domino. E mos flasim domosdoshmë për kohën para 15 shekujve, ku edhe në Kinën e lashtë, edhe në Indinë e lashtë, edhe në Persinë e madhe, do thotë luftat kanë qenë ato që kanë dhënë lavdin dhe fitoren. Bile lavdi i perandorëve dhe lavdi i komandantëve ushtarak ka qenë nga sukseset e shumta që kanë pas në luftë me kundërshtarët e vet. Bile me sasinë e ushtarëve të vrarë nga kundërshtarët e vet. Ajo që ka bërë dallimin në këtë logjikë të luftrave që ka qenë në kohën para Islamit dhe në kohën kur ka ardhur Islami është se numri i viktimave ka qenë shumë më i vogël me ardhin e Islamit sesa në lufta tjera. Se Islami se ka qëllim ta vret kundërshtarin. Po ai do të thotë vret në momentin që s'ka zgjidhje tjetër. Po para vrasjes së kundërshtarit, ai e ka thirrjen në besim. Edhe andaj për shembull na kemi raste në betejat islame kur një njeri prej kundërshtarëve, prej armiqve, prej atyre që kanë vrarë dhe prej musliman, e thot shahadetin në momentin që ky ushtari musliman e ka kap edhe ka robru. Edhe ai thot shahadetin, edhe ky e vret. E vret me arsyetimin se këtë shahadet është e thonë për dyftyrsi, jo për realisht. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e qorton aq shumë, saqë ky sahabi shahadet sikur mos e kishte pranuar Islamin para kësaj dite. E sot ta kishte pranuar Islamin, se qortimi ka shumë i rëndë. Thotë, pse nëse një njeri e pranon Islamin në momentin që është në betejë, dhe ti e kap për ta mbyt atë, dhe e thotë shahadetin, ti e ke ndaluar me ta mbytysh atë. A në luftat e perandorive tjera s'ka lidhje kjo punë. Atë pranon ti si pranon jo. Në momentin që ti ke armatos, në momentin që je rreshtu në ushtrinë e kundërshtarit, ne do bëjmë çmos për të shfarosur dhe gjithëve. S'na intereson ti ja pranon bot kuptimin të mos pranon. Se ti je kundërshtar edhe ti nuk meriton asgjë tjetër përveç se vrasjes. Edhe andaj dallimi është shumë i madh dhe ata që flasin me këtë gjuhë, realisht tregojnë ignorancën e thellë që kanë mbi zhvillimin e civilizimeve, mbi historinë e njerëzimit në përgjithësi, edhe mbi përdorimin e ushtrive për përhap idetë dhe mendimet e një perandorie edhe sot e kësaj dite.